Prej 2 javësh ka nisur një duel I heshtur mes drejtuesve të SPAK-ut dhe policisë e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore lidhur me hetimin e një skandali të rënd kryer nga shërbimet. Sipas informacionit në adresë të SPAK-ut është dërguar një denoncim nga zyrtarët e policisë kufitare lidhur me daljen nga Shqipëria të 16 ish drejtuesve dhe drejtuesve aktual të policisë së shtetit pa u regjistruar në sistemin TIMS. Edhe hyrja e tyre në Shqipëri është bërë pa u regjistruar në shkeljet ligjit që sipas denoncimit në SPAK, inspektorët e kontrollit policor kufitar në Rinas I kanë lejuar me urdhër të shefave të tyre. Dalja dhe hyrja nga Shqipëria është bërë në data të ndryshme gjatë muajve shkurt mars 2025 me nga 5-6 ditë qëndrimi jashtë vendit, emrat dhe destinacionet e cilëve I disponon SPAK. Nëpërmjet verifikimit elektronik konfidencial me çelësin e unifikuar, SPAK ka konstatuar se emrat e tyre nuk figurojnë në TIMS dhe I ka kërkuar sqarim policisë për këtë devijim. Policia ka mohuar që nga Rinasi të kenë dalë të kenë hyrë drejtues dhe ish drejtues, policia dhe asnjë qytetar I pa regjistruar në sistemin TIMS, por SPAK ka shprehur mosbesim nga që e njëjta gjë ka ndodhur me sistemin TIMS ku drejtuesit fshinin gjurmët e kalimit kriminalëve. SPAK I ka dhënë policisë të dhënat e identiteteve dhe funksioneve të tyre në polici, konstatuar nga kamerat e sigurisë në pikën e kalimit kufitar të Rinasit, ku SPAK dhe prokurorët e rrethave kanë akses të plot në kuadër të bashkëpunimit sipas ligjit antimafia dhe protokoll marrëveshjes me SHISH, FBI-n dhe Europol. SPAK ka nisur një hetim për këtë skandal, por ende nuk ka regjistruar çështje penale, duke qëndruar në pritje të përgjigjes korrekte nga policia e shtetit, duke kërkuar edhe bashkëpunimin me Agjencitë e Mbikëqyrjes Policore, drejtuesit e së cilës nuk kanë reaguar. Sipas korrespondencës në rrjetin konfidencial me policinë, rezulton se në hetimin paraprak janë të dhënat që SPAK ka siguruar nga policitë kufitare të shteteve ku kanë shkuar direkt te tranzit. Ata 16 drejtues dhe ish drejtues policie konkretisht në Dubai, Itali, Shqipëri, Turqi, Spanjë, Brazil e Meksik, ku fshihen shumë shqiptarë eksponent të krimit. Se përse kanë shkuar në këto shtete ende nuk dihet dhe po hetohet me agjencitë brenda jashtë Shqipërisë, por SPAK ka konstatuar se këta drejtues dhe ish drejtues policie janë personazh kryesor në dosjet Sky ECC dhe në raportet e SHISH, drejtorisë së informacionit klasifikuar dhe drejtorisë së parandalim pastrimit të parave.